është Psalmi 100. Psalmi 146. Aleluja, shpirti im lëvdon Zotin. Unë do të lëvdoj Zotin derisa të kem jetë. Do të këndoj lavde për Perëndin tim gjatë gjithë jetës sime. Mos keni besim tek princat dhe as te ndonjë bir njeriu që nuk mund të shpëtojë. Kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë dhe po atë ditë planet e tij zhduken. Luma ai që ka Perëndin e Jakobit si ndihmë, shpresa e të cilit është tek Zoti, Perëndia i tij, që ka krijuar qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, që ruan besnikërinë për jetë, që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti që liron të burgosurin, Zoti u hap syt të verbërve. Zoti ngre ata që janë rrëzuar, Zoti i do të drejtët, Zoti mbron të huajt, ndihmon jetimin dhe gruan e ve, por përmbys udhën e të pabesve. Zoti mbretëron për jetë, Perëndia e yt o Sion, brez pas brezi. Aleluja. Dhe të lexojmë dhe tek letra drejtore e Hebrejve. Dhe tek Hebrejt, por ju afrohet mali Sion dhe qytetit të Perëndisë së gjallë që është Jeruzalemi qiellor, edhe morisë së ëngjëjve, kuvendit universal dhe kishës të parlindurve që janë shkruar në qiej, Perëndis gjykatësit të të gjithëve shpirtrave, të të drejtëve që u bën të përsosur. Davidi, një burr që u zgjodhi Zoti sipas zemrës së tij që të kryej komplet vullnetin e tij dhe planet e Perëndis dhe këshillat e Perëndis. Perëndia, të dashur vëllezër, ka plane dhe ka plane të mira dhe këshilla të mira për të gjithë ne dhe për të gjithë neve. Pse? Se Perëndia është dashuri. Dhe çdo plan që ka dhe çdo plan që bën, baza është, thelbi është që është dashuri e tij. Zoti këshilla të mira ka, kurse ai që i prish gjërat janë në këshillat e njerëzve. I prish punë Zotit. Perëndia zgjodhi Saulin si mbret të Izraelit, të krijojë një mbretëri këtu në tokë. Sauli u zgjodh sepse ishte i përulur, ishte besnik në Perëndin, dhe do guxoja të thosha, ishte dhe i shenjtë, sepse mëkate nuk bënte. Por Zoti u pendua, vëllezër, dhe ky është mesazhi sot. Perëndia u pendua që bëri Saulin mbret. Kishte plane të mira për Saulin Zoti. Shumë jetë të bekuar për atë, për fëmijët e tij dhe për gjithë familjen e tij. Por Perëndia u pendua që bëri mbret. Pse? Sepse nuk qëndroi i bindur dhe të dëgjonte vullnetin e Perëndis. Nuk qëndroi besnik fjalën e tij. Është e tmerrshme kjo, që Perëndia të pendohet për këshillat e mira dhe planet e mira që ka për secilin nga neve. Të mendoj gjërat më të mira të shkëlqyera për mua dhe në vazhdim, domethënë për mua dhe për familjen time, dhe pastaj të pendohet, të kthej mendje, domethënë, e të thotë që bëra gabim, jo që s'bën gabim Perëndia, por nuk qëndrova besnik në fjalën e Perëndis, nuk qëndrova i qëndrueshëm besnik në fjalën e Zotit. Dhe me Perëndin nuk mund të luaj njeri. Perëndia është dashuri, është i mirë, nuk ka dinakëri, por pendohet dhe pendohet shumë lehtë. Dhe i vin keq Perëndis
që pendohet, por pendohet. Perëndia të na ruaj, dashur vëllezër, Perëndia të na ruaj. Ndrojmë në praninë e Perëndis, në vullnetin e Perëndis, që të shijojmë hirin e tij, hirin e Perëndis. U pendua Perëndia pra dhe Saulin e braktisi dhe e hoqi nga mbretëria e tij. Dhe tani Perëndia kërkon të gjejë një tjetër në vendin e tij. Dhe thërret në një farë çasti, ndërsa fryma e shenjtë kërkonte dhe thot gjeta Davidin, birin e Jezeut, një burr sipas zemrës time, sepse ai do bëj komplet vullnetin tim. Dhe këtë kërkim që bëri Perëndia nuk e di asnjë tjetër. As e Davidi e dinte këtë. Por kur erdhi plotësimi i kohës, dërgoi shërbëtorin e tij Samuelin, që ta ftonte dhe i zbuloi dhe i tha, të shkosh te shtëpia e Jeseut dhe atje un kam parashikuar një tjetër mbret në vend të Saulit. Dhe shkoi Samueli, gjeti vllain e parë tim dhe tha, ky do jetë. Por Perëndia i thot, nuk është ky. Është ai që ti kujton se është. Nuk bëj unë atë që ti kujton. Mesazhi i dytë ky, nuk do bëj Perëndia atë që kujtojmë neve, por ka planin e tij Perëndia, që është shumë më i mirë dhe më i shkëlqyer se sa planet tona dhe mendimet tona. Por problemi është dhe pyetja është, Samueli do e besoj zërin e Perëndis? Besoj. Shkon dhe tek vllai i dytë i Davidit. Edhe ai nuk ishte. E kalojnë gjithë fëmijët e Jeseut dhe i thot Zoti që asnjëri nuk është nga këta fëmijët e Jeseut. Po gjithë asgjë dhe po mendonte. Mua më tha që është biri i Jeseut dhe po mendoj tani, ka fëmijë tjetër kë? Ka fëmijë tjetër i thot Jeseu. Kam një fëmijë të vogël që po është shumë i vogël dhe i pa rëndësishëm domethënë. Dhe e kam vënë atje me dele, po ruan delet. Dhe i thot, shko dhe kur vin Davidi aty i thot Zoti, ky është ai që kam zgjedhur. Sa perëndi të mirë që kemi. Ky është ai, i thot Zoti. Do zgjedh mbret. Dhe pa u vonuar Samueli, merr vajin dhe e zgjedh mbret këtë, dhe në ato çaste fin fryma e shenjtë tek Davidi dhe u bë tjetër njeri. Nuk u rrit më njëherë Davidi, ishte fëmijë, ngeli fëmijë i vogël akoma 17 vjeç. Pa ndonjë ndryshim të tmerrshëm në jetën e tij, por është i zgjedhuri i Perëndis, i zgjedhuri i Zotit. Pa të tjerët ndonjë diçka të rëndësishme tek ai, domethënë të veçantë, domethënë, por atë që siç po vazhdonte rrugën e tij, domethënë, por ishte i zgjedhuri i Perëndis. Dhe aty e tutje jeta e Davidit, Perëndia jetën e Davidit e merr në dorën e tij. Dhe tani e tutje Davidi i përket Perëndis. Dhe Perëndia ta ruaj dhe e ruan, që mos të penduhet Perëndia për gabimet e tij. Gabime. A e dini pse? Asgjë nuk bën gabime. Asgjë do me thënë nga vetja e tij. Mesazhi i tretë ky. Nuk bënte asgjë nga vetë e tij. Me mendjen e tij do atë që thot Perëndia e të bëj atë që thoshte Perëndia ose e urdhëronte Perëndia të thoshte. Dhe tani krijohet një krijesë e re që quhet David mbret. Filloi tani shndërrimi. Nga 17 vjeç filloi të shndërrohet Davidi, të takoi Goliathin, të takoi vështirësi të mëdha në jetën e tij, të ndeshi probleme të mëdha në jetën e tij, vështirësi shumë të mëdha. A e dini, çdo të thotë mbreti Saul që Perëndia të urren në shkretëri jetonte, i braktisur nga të gjithë, nga familja e tij dhe ishte vetëm. Por Perëndia ishte me të. E pse ky Perëndi që është i mirë dhe i mëshirshëm ta lejoi Davidin që të kaloj vështirësi kaq të mëdha?
do që ta bekoj shumë, sepse ka qëllim Perëndia ta bekoj shumë, prandaj dhe ato problemet që kalon janë të mëdha. Sa më shumë kërkon që ta bekoj Zoti, aq më kalon për shembull quhet në shkrimin e provë. Dhe apostulli Pali thotë që mëso ta nxjerrësh veten tënde të sprovuar, por ne nuk mund ta nxjerrë veten tonë të sprovuar, por vin Perëndia me provat e tija dhe na bën neve që të jemi të sprovuar. Dhe në këtë sprovë dhe në këto vështirësi dali sa Perëndia e njofi thellësitë të zemrës së tij dhe në hyrjen dhe ndaljen e tij, në vujtjen e tij dhe në vështirësitë e tij dhe në bekimin e tij, vjen tani radha e Perëndis që ti shfaqet Davidit se kush është ky Perëndi. Me kë Perëndi ka të bëj, se nuk e ka kuptuar që nga fillimi avash po e njifte gjithnjë më tepër Davidi Perëndin. Avash njofte sepse nuk bëjnë gjërat nga një çast tjetër më një herë domethënë gjërat, por avash njeh Davidi që nuk është ai, por është Perëndia që është brenda tij, projtari i përpara dhe mbrapa tij. Vetëm domethënë Davidi. Aja, shumë të tmerrshme, por nga të gjitha këto Perëndia e çliroi. Dhe të thot Davidi tani, dhe do arrijë një çast e do thot para se ta bëj mbret, të thot që di se ku besova. Di se kush është Perëndia. Kur e vizitoi Perëndia dhe e zgjodhi, nuk e dinte se kush është Perëndia, nuk e njihte. Sepse Perëndin e njeh personalitet tjetër mund ta njohësh ose të lajmëron tjerë të thotë, di kush është ky, është ai për shemb. Por është edhe njohja personale me Perëndin, domethënë përvojës që ke me Perëndin. Dhe prandaj dhe thua, di se ku besoj. Di se ku besova. Sepse mu shfaq dhe mu zbulua kjo, kam një përvojë personale dhe njohuri dhe di se ku besova. Di se kush është ai në të cilin besova. Di se kush është ai që më do. Di se kush është ai që adhuroj. Di se kush është ai që më ruan dhe më di se kush është ai që i kam besuar jetën time, veten time, familjen time dhe besoj në çdo gjë tek ai. Dhe kur dëshmon që njeh Perëndin dhe Jezu Krishtin dhe atë të kryqëzuar, atëherë gëzohet gjithë qielli. Në qiell. A e di se kush është Jezusi nga Nazareti? A e di se kush është Jezu Krishti, biri i Perëndisë gjallë? A e di se kush është kreu i kishës? Dhe Davidi thot, e di. Mbret është Zoti, Perëndia i Sionit. Perëndia që i u zbulua Sionit. Dhe ne vëllezër, vërtet është që mund të justifikohemi që mos ta dim se kush na solli në kishë. Dhe Zoti sjell në kishë çdo ditë pa që dhe çdo të kisha. Gjallë. Shtylla dhe themeli i së vërtetës. Vendi në të cilin shtohet gjallë. Dhe kisha është vërtet, jo, por kisha është një grumbull njerëzish që Perëndia i rilindi
Jezu Krishti i vendosi të gjithë bashk, i pagzoi me frymën e shenjtë, bëri Perëndis, bitë Perëndis. Njerëz për të cilët Jezu Krishti jo vetëm dha shpirtin e tij, por çdo ditë jep ndeshet me djallin për bitë e tij. Jezu Krishti është ai që punon në mënyrë aq të mirë sa që njeriu nuk mund ta kuptoj vetëm nëse do i shfaqet Perëndia. Apostulli Pali thot, di se te kush besova. Dhe ai është i fortë të ruaj nga çdo vepër dinake dhe ta mirëmbaj deri në fund derisa të më marrë. A e di se kush A e di? A e di kush është ai? Përkasin të tuat i përkasin, gjërat e tua i përkasin atij gjitha. Që beson Perëndis, edhe demonët besojnë dhe kanë frikë dhe dridhen para tij. Nuk është kjo çasti, po shenja, por pyetja është nëse e njeh kush është Zoti dhe Perëndia e yt, kush është të njohësh kush është Jezu Krishti. E njeh këtë? E njeh kush është Jezu Krishti? A e njeh që Jezu Krishti është biri i Perëndisë së ringjallur, është mësuesi i yt. Është mësuesi i yt. Është profesori yt, është shpëtimtari yt. Është rojtari yt. Është ai që mbron tyja. Është? E beson këtë? Është Perëndia yt, e beson këtë? Është? I flet. Të dëgjon. Të përgjigjet. Vepron tek ty. Të flet ty, i bindesh atij. Keni një lidhje miqësore me të? Është miku yt i vetëm që nuk do të ketë tjetër kaq mik se sa ai. Davidi thot, unë di, e njoh, e di. Prandaj për këtë në gjithë jetën time do ta lavdëroj. E di, sepse sa jetoj, atë do lavdëroj. Ka ndonjë dyshim brenda vetes tij? Flasim për besim. Është i domosdoshëm besimi. Por flasim as për hirin e Perëndisë që është i mirë, i bukur. Flasim për një lidhje personale, me një njohje personale, një miqësi personale, për prekje dhe ecje dhe për dashuri të përkryer. Atë do lavdëroj. Asnjë tjetër nuk do lavdëroj, jo. Atij do i këndoj himnin dhe atë do dua, atë do adhuroj, do lavdëroj. Ati i përkas dhe atë do ndjek në jetën time. Ai është Zoti im dhe Perëndia im. Thret Davidi, ai është i vetmi Zot, ai që i shfaqet Sionit. Ai që bëri qiellin dhe tokën, e di, e njoh. Është besnik dhe besoj dhe atë dhe fjalët e tij. Është ai i cili drejtëson ata që janë atyre që drejtëson ata që u bën pa drejtësi. Kur më bënin pa drejtësi, më drejtësonte. Tek ai gjëja ngushëllim. Tek ai gjëja rrugdalje. Mbështetje. Kur kisha uri, ai më jepte të haja. Më ushqente. Kur u gjenda i slavëruar ose i robëruar, ai më çlironte dhe vazhdon të çliroj akoma.
shikoja dritë brenda në errësirë i burgosur, ai më jepte dritë të përjetshme. Ja, do më thënë, më banin këmbët, ai më ngrinte përpjet, më jepte forcë. Dhe ai më drejtsonte. E di dhe e njoh se i hua isha dhe ai më ruante. Sepse ai interesohet për për ata që janë të dobët, tek ata që s'kan fuqi, tek të vejat dhe të varfrit dhe jetimët. E njoh, nuk është fjalë e mirë kjo vëllezër. Ai që të do, ai që ka marrë jetën tënde në dorë, çat themi? Dhe Davidi përfundon, Zoti im dhe Perëndia im, ai është mbreti im. Ai që komandon kur do herë dhe ku do, në çdo vend është mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve, Perëndi i qiellit dhe i tokës. Nuk ka asnjë në ngjasi me të. Nuk është asnjë personalitet tjetër, por është personaliteti veçantë i vetëm që ka kur do herë krahun e tij të hapët, prërin e tij të hapët, që është i gatshëm dhe më pret, ka tjetër. Njëri është Jezu Krishti, Biri i Perëndisë gjallë. Gjithë të tjerët njerëz janë. Gjithë këta vdesin. Dhe çdo këshilla të mira që të kenë humbasin. Ai është i përjetshëm. I përjetshëm që në atë çasti që linda dhe deri në çastin do vitë më marri, ai është Perëndia im. Ai është Perëndi i fëmijëve të mi. Kishës time. Ai është. Ai që banon në përjetësi. Sa herë që i thërras, ai që i thërras, ai më thot jam këtu. Ka tjetër që kur i ti flet ai të thot jam këtu. Në qiell, lart, në mal, në tokë, në bosh, në det, kudo që t'jesh e ti thërrasësh, ai thot unë këtu jam, mos ki frikë dhe mos u tremb, se unë jam afër teje. Qofse unë jam me ty, kush do jetë kundër teje? Sa gjë e bukur është që të njohësh, sot pali, nuk dua të njoh asgjë tjetër, nuk dua të di asgjë tjetër veç se Jezu Krishtin dhe atë të kryqëzuar.